Jashtë renditjes. Sigurisht në lidhje me çështjen e renditjes, unë kam vlerësimin tim pasi ju të relatoni. Faleminderit. Zonja Vukaj, faleminderit zoti Çakaj. Faleminderit, të nderuar pjesëmarrës. Sigurisht që i bashkohem kolegut për atë çfarë ndodhi në Vorë, e cila është jashtëzakonisht e rëndë. Dëshmon jo vetëm për apatinë edhe mbylljen e syve të KQZ-s, sepse KQZ-ja duhet ishte jashtëzakonisht e shqetësuar dhe aktive, si në hetimin kryesisht dhe përballjen me fenomenet që u shfaqën në Vorë. Unë do doja të falenderoj jashtëzakonisht rolin e medias për shkak të pamjeve filmike dhe për shkak të sigurimit të provave dhe fakteve që të krijojmë këtë lloj panorame sot, përmes të cilave u dëshmua edhe një herë se ky proces mbetet jo i lirë, i ndikuar, i patronazhuar dhe i kriminalizuar. Bexhat në rastin e Vorës flasin vetë, ku persona si staf i autorizuar i KQZ-s as nuk merren përsipër nga komisioneri shtetëror i zgjedhjeve ti hetoj dhe t'japi një përgjigje interesit publik dhe publikut gjerë që si qëndron e vërteta me këto persona, dhe ndërkohë ne ende nuk kemi një listë të publikuar që në momentin kur u miratua, pra një listë e cila do të bënte verifikimin dhe kryqëzimin e listës që gjoja ka dalë këto orët e fundit, pra një orë më përpara. Sepse në atë listë ekziston risku që këto persona mund të jenë pastruar, ndërkohë efekti dhe dëmi këto persona e dhanë në rastin e Vorës. Së dyti, çka është shqetësuese dhe duhet ta shqetësonte të gjithëve është mungesa e reagimit kryesisht të KQZ-s për thirrjen e policisë së shtetit dhe prezencën e saj në këto qendra votimi. Nuk guxon askush të thrasi policinë e shtetit, përveç se policia e shtetit është ndoshta në gjumë ose është në rolin e saj pasiv si nga hera në proceset zgjedhore. Për sa i përket aktit, do vijojmë të marrim fjalën sërish për vlerësimin e kritereve që përcakton Kodi zgjedhor dhe Kodi i procedurës administrative për vlefshmërinë ose iniciimin e procedimit. Faleminderit. Faleminderit zonja Vukaj, zoti Çaka. Po, faleminderit zonja kryetare. Jemi në fund të një procesi zgjedhor, jemi në gati një orë gjysmë nga fundi dhe unë do të doja që nëpërmjet kësaj sale dhe nëpërmjet këtij mikrofoni dhe asaj çfarë më ka dhënë legjislatori të përfaqësoj, t'i bëja thirrje të gjithë subjekteve politike, të gjithë përfaqësuesve të tyre në të gjithë Shqipërinë, që në këto orë të fundit të respektojnë sa më shumë kodin zgjedhor, aktet rregullatore dhe çdo ligj tjetër i cili normon jo vetëm procesin zgjedhor, por dhe veprimtarinë e përditshme tonën. Në mënyrë të tillë që kemi në fund proces sa më gjithëpërfshirës, sa më gjithëpranues dhe sa më vlerësues edhe nga organizatat ndërkombëtare. Faleminderit. Faleminderit, zoti Nuri. Po, faleminderit, edhe unë si përfaqësues i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore bashkohem me shqetësimet që sapo u ngritën këtu në lidhje me rastin e Vorës, por edhe me raste tjera që na janë bërë me dije në Tiranë, ku ka pasur dyndje të qytetarëve të ndryshëm, të pjesë administratës, kam qenë vetë prezent në disa zona në kryeqytet, paktën aty ku pata mundësinë të votoj, dhe kishte prezencë të shtuar të individëve që pasi votonin nuk kishin pse të rrinin fare në oborret e shkollave apo të qendrave votimit. Rast tjetër problematik i minutave të fundit na është raportuar konferenca e Pezës, po ashtu. I bëj thirrje policisë shtetit që të jetë prezente në këto raste dhe në këto ambiente, të duhet prezenca e policisë shtetit, sepse edhe pse kontrollatorët e sigurisë, KZZ-ja mund të kenë bërë telefonatat e ndryshme, herë pritet që të vi me shkresë zyrtare kjo thirrje e policisë dhe herë gjenden artifica apo justifikime të tjera për të avonuar ardhin e policisë dhe për të vënë rregull, rend dhe për të dëbuar të gjitha ata persona që s'kan pse të rrinë 150 metra distancë nga qendrat e votimit. Pra e ngre edhe një herë të shqetësim dhe bëj thirrje organeve që të kompetente të marrin përgjegjësitë e tyre që këto orë të fundit që kanë mbetur të procesit shkojë në mënyrën e duhur dhe po ashtu përfitoj nga rasti të bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptarë që ende nuk e kanë ushtruar drejtën e votës, ta shfrytëzojnë të orët fundit që kanë mbetur për ta ushtruar drejtën e votës, e cila jepet një herë në 4 vjet.
Faleminderit. Faleminderit zoti Nuri, zonja Gjina. Faleminderit. Atëherë sa i takon diskutimeve dhe nëse do ndalohet te rasti i Vorës, bashkohem në një pikë me diskutimin që ende nuk kemi prononcim dhe unë do thosha që duhet të presim sa të sqarohet rasti dhe çfarë ka ndodhur vërtet në Vorë. Nuk do të tregosh e paduruar për të dalë me prononcime apo deklarime të tepurta për sa kohë që kjo çështje tashmë është në dorë komisionerit dhe ai ka pezulluar dhe apo ka tërhequr të gjitha bexhat e vëzhguesve. Nga ana tjetër, po, askush nuk e thret policinë. Jam dakord me këtë gjë, sikur askush nuk e threti policinë, kur pam një eksponent Partisë Demokratike që intimidonte zgjedhësit në korridorët e qendrave të votimit, i bërtiste, i kërcënonte duke u thënë do të rrisë barë dhe të tjera nga këto. Edhe unë shpreh shqetësim si askush nuk e threti policinë. Sa i takon këndvështrimin tim apo dhe të forcësime politike, deri tani zgjedhjet kanë shkuar mirë, me shqetësime sigurisht të vogla, dhe neve kemi shprehur vullnetin për të zgjidhur situata që kemi mundur të komunikojmë me komisionerët apo anëtarët tanë komisioneve. Dhe unë gjithashtu përfitoj nga rasti për përthirrje që ata që ende nuk kanë shkuar për këtyre votimet të shkojnë të shprehin vullnetin e tyre, pasi është një ditë sublime dhe që është një e drejtë legjitime dhe kushtetuese që duhet ta shfrytëzojnë. Faleminderit. Faleminderit zonja Gjina, zonja Vukaj. Një saktësim të vogël, zonja Gjina, për hir të së vërtetës janë njoftuar policia e shtetit nga të gjithë anëtarët respektiv të KQV-ve dhe njëkohësisht edhe nga KZAZ-ja, por nuk ka shkuar, nuk ka denjuar të shkojë policia e shtetit. Në këto raste kur policia e shtetit nuk shkon dhe nuk i përgjigjet ekzigjencës, duhet Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve të dalë dhe të bëjë thirrje nga kjo aul, sepse ka përgjegjësi e mbarvajtjes së këtij procesi. Unë falenderoj kolegun që u bë sebeb sot ta jepet mundësia e fjalës, sepse përndryshe ne nuk do kishim se ku ta shpalosnim, me gjithë respektin për mediat, të cilat do ishin të gatshme nëse do i thrisnim individualisht. Por është më mirë kështu, në mënyrë transparente, ashtu siç ka ndodhur për të gjithë publikun dhe për gjithë mediat. Faleminderit zonja Vukaj. Dhe unë mbajta radhën time për diskutime jashtë rendit të ditës, por në respekt rregullores do flas pasi të shqyrtohet projektakti. Atëherë fillojmë me rendin e ditës. Projektakti, siç ju thash, vjen me kërkesë të një antarit komisionit rregullator. Projektakti për shtyrjen e orarit votimit për 55 qendra votimi në Qarkull Vlorë për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj 2025. Zoti Çela, lutem në mënyrë të shkurtuar të na relatoni për mbajtjen e këtij projektakti. Faleminderit nderuar kryetare. Atëherë në bazë të 11.1 e ligjit 10.019 datë 29 dhjetor 2008, Kodit Zgjedhor